Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Vlorë kanë arrestuar në flagrancë një 43 vjeçar, si dhe kanë referuar materialet në prokurori, ku ka nisur procedimi penal për një 18 vjeçar, babe birë banues në Vlorë, pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj familjares së tyre. Gjithashtu këta specialistë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 42 vjeçare banuese në Vlorë, pasi dyshohet se me automjetin që drejtonte ka dëmtuar tabelën e reklamës së një subjekti privat në lagjen 24 maj dhe më pas është larguar. Specialistët e sektorit të trafikut urban dhe interurban të Komisariatit të Policisë Sarandë kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimi penal për një 51 vjeçare banuese në Sarandë, pasi është konstatuar duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët e stacionit të policisë Orikum kanë referuar materialet në prokurori për vlerësim, pasi më datë 29 mars 2026 ka rënë zjarr në banesën e një shtetasi. Dyshohet për shkak të një shkëndije elektrike. Nga zjarri janë shkaktuar dëme materiale. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori, pasi më datën 29 mars 2026 në lagjen 3 është gjetur pa shenja jete një shtetas 52 vjeçar, banues në këtë lagje. Nga veprimet e para timore dyshohet se ai ka humbur jetën për shkaqe natyrale. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.